Në kryeqytet është mbajtur protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë organizuar nga grupe e qytetarësh dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile, duke shënuar vijimin e një serie tubimesh të përsëritura në javët e fundit. Grumbullimi i protestave ka nisur në orën 19 në sheshin Skënderbej, ku janë mbledhur qytetarë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si dhe një numër emigrantësh të ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Atmosfera në shesh ka qenë ngarkuar me pankarta, thirrje dhe mesazhe politike të drejtuara ndaj qeverisë. Pas grumbullimit, turma e protestuesve është nisur në mënyrë të organizuar në marshime drejt godinës së kryeministrisë, duke kaluar në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës. Gjatë marshimit janë dëgjuar thirrje të vazhdueshme për ndryshim politik edhe për dorëheqjen e kryeministrit. Në sheshin përballë kryeministrisë, protestuesit janë dalur për të vijuar tubimin, ku janë mbajtur fjalime dhe janë përsëritur kërkesat kryesore të lëvizjes protestuese. Organizatorët kanë theksuar se kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese. Gjatë zhvillimit të protestës, pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për mobilizim, ndërsa kanë paralajmëruar vijimsinë e aksionit qytetar edhe në ditët në vazhdim.